Vendosen diku. Të rregullojnë jetesën e tyre. Por unë të them me bindje të plot, në fazën që kalojmë, më mirë se e ka bërë ky Shqipërinë. Edi Rama nuk ka lider që nga 90-a dhe këteta këtë vend. Për të rinj që s'ka mundësi që blej një apartament. Është ky lider që është normal se kostot e jetesës duken normale në Shqipëri. E diti që çiftet e reja janë të gjithë me qira? Bota, e gjithë me qira jeton. Ja, po nuk, në Albani, nuk mund ta themi kështu tani se nuk problematika është shumë e madhe tani. Për të marrë një shtëpi. Jo, dakord, po. Nuk mund të jetë kosto e banesës. Unë flas për shumicën e të rinjve, më kupton se nuk mund të flas për shembull një individ blen një shtëpi. Se unë e kam bler një shtëpi, po zotëria se ka bler, çfarë do bëj? Di. Ose anastiltas? Mund të themi ne që në Europë, në gjithë kudo në Europë të rinjt, familjet e reja, ndjes janë me qera, dhe kjo është zgjidhje. Kopjojmë Europën. Mos ta kopjojmë Europën për gjëra të mira, mos ta kopjojmë për ky shtet. Të ka dhënë kreditin e butë. Të ka dhënë kreditin e butë. Sa aplikon merr. Kredia është varet sa veta mund të fitojnë. Ja të them unë, pse 2000 veta. Ne jemi popull që kemi emigruar. Sot nuk ka një familje shqiptare që nuk e ka një person jashtë shtetit. O ka nga berthama e vet, minimumi një. O prindin, o vllajin, o motrën, ose nëse nuk i ka këto, e ka një kushri, një daj, një teze, një hall, një xhaje. Është e padiskutueshme. Nuk ka popull në botë që 30% popullsisë vet ta ketë emigrant jashtë shtetit. Nuk ekziston kjo lloj formule. Tani, Polonia që mbahet si vendi që është më anti-emigracion, edhe unë po të them, ja, do t'jemi këtu, do t'jetë kjo sekuencë filmike do kthehet Shqipëria në një vend i cili do të ketë cënimin e sigurisë publike. Sot që erdhi para 3 javësh ka qenë një nga youtuberat më të mëdhenj që bën reklamimin e sigurisë, është habitur nga siguria që kishte Shqipëria. Sepse është popull i cili nuk është i përzier akoma me emigrantë. Sepse është shikohet akoma si trampolin. Por unë siguroj që për një periudhë 6 vjeçare, 8 vjeçare, maksimumi 10 vite, Shqipëria do të bëhet si nga ato getot e Europës. Ta siguroj unë këtë, sepse kostot sot që përdoren vlen më shumë që qeveria të financoj njerëzit që shtohet popullsia, sepse është e pashpjegueshme nga pikpamja demografike që të plagët popullsia me 10 vite për një periudhë kaq shkurtër. Sepse njerëzit nuk marrin më iniciativë. Sidoqoftë, unë zoti moderatori i më shoj kësaj. Përveç se këtij lideri Shqipëri nuk e bën asnjë lider tjetër. E keni parë kur shkon në Europë? Ora është edhe i bukur, është edhe seksist. Vete Marta Kose puth kështu. Vend të tjerë ngrenë tavolina dhe puthi. Albani kujdes me entuziazmin se... Ore është. Nuk është je i plaku ati që solli vetëm regres. Entuziazmoni ai shumë se... Jam i entuziast për të. Ai në radhë të parë do të luftoj korupcionin, i cili po e gryen. Kjo po është... Po luftoj korupcionin, po e shkriu qeverisjen, po shkriu drejtorit e drejtorive, ai do fitoj. Pra kjo që ka vetëm... Në përballje me demonstruesit, me kokën e demonstruesit.